Unë mendoj që ky nuk do t'jetë një proces në të cilin ne do të kërkojmë ndonjë marrëveshje koalicioni me partitë politike. Ideja ka qenë e thjesht ta krijojmë një qeveri të re për me i shmong dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është zgjedhjet e menjëhershme dhe e dyta është që të provojmë të bashkëpunojmë me partitë politike parlamentare për me mujt me e pas Kosova buxhetin e saj për vitin 2026. Nëse këto dyja nuk bëhen, ne ma mërmendja që nuk është në të mirën e Kosovës dhe pikërisht për këtë arsye, Lëvizja Vetëvendosje më propozoi si mandatar sot. Unë e pranova dhe tëra që na mbetet është që ta shohim tash veprimin e presidentes së Republikës. Nuk e di teknikisht a ka shku ende te presidentja, po kjo pritet ndodhë. Në çdo moment. Urdhë? A keni ndonjë indikacion se do të merrni mbështetje nga partitë e opozitë? Ose zotim, a keni marrë nga ndonjë deputet? Kjo ma mërmendja pritet jo veç për Lëvizjes Vetëvendosje, po për shumicës qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë e thash edhe në fjalën që e mbajta, nëse kjo nuk shmonget, atëherë Kosova mund t'i ketë 5 parë zgjedhje brenda një viti. Me të vërtetë është shumë e lodhshme për qytetarët e Republikës Kosovës, se mos unë nuk e përmenda as koston, edhe kostoja është dikon rreth 40 milion euro që i kushton prej xhepave t'ju i keni me pagu. Kështu që për mi shmong këto, kështu e definova pse është një interes publik të shtetit Kosovës, sepse ta keni parasysh që kur të arrim të momenti presidentit nuk është e sigurt që një parlament i ardhshëm mundet me sukses me zgjidh çështjen e presidentit, prap mund të kemi zgjedhje. Për mi shmong dy palë zgjedhje, me të vërtet maturia shtetërore, në këto rrethona dhe në këtë moment është që ta kemi një qeveri spaku deri atëherë. Kjo do ta përfshinjtë edhe buxhetin pastaj të Republikës Kosovës, nevojitet një konsenzus i të gjitha forcave politike që kjo të ndodhë. Unë besoj që forcat opozitare do të reflektojnë dhe do ta kemi një bashkëpunim pozitiv në këtë drejtim, që këto dy gjëra që i shpjegova të ndodhin. E para shmongja edhe zgjedhjeve në dhjetor, edhe e dyta votimi i buxhetit të Republikës Kosovës. I përmenda edhe çështjen e, nëse më keni përcjellë çështjen e radio-televizionit të Kosovës, gjitha ata qindra punëtorë mbesin pa paga me njëherë tash, të gjitha këto janë çështje urgjente. E në planin ndërkombëtar mos harrojmë, është plani i rritjes të Bashkimit Evropian. Rrezikojmë ta humbim afatin, qindra miliona euro e presin Kosovën, edhe për këtë do t'ja u kërkoj bashkëpunimin subjekteve opozitare. Amo jo për një qeveri kështu afatgjate, me koalicione, me vetëm thjesht, të thirrim mendjes që këto gjëra të kalojnë. E pastaj bëjmë bashkë çka dojnë subjektet opozitare. Faleminderit shumë. Thank you.